Kjo është Bibla ime. Dhe kjo është fjala e Zotit. Unë nuk jam ai ose ajo që njerëzit kanë thënë se jam. Që bota thot se jam, por unë jam ai që Bibla thot se unë jam. Dhe Bibla thot që unë jam fëmijë i Perëndis. Unë kam frymën e shenjtë që është brenda meje dhe më mëson të thras. Aba o At. Unë jam bashkëtrashëgimtar i Krishtit. Unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i suksesshëm, jam i shpenguar, jam i falur, jam i talentuar, jam i aprovuar, jam i promovuar, jam i fuqizuar, jam fitimtar, dhe unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Djalli është poshtë këmbëve të mia. Unë kam autoritet në çdo problem. Në emrin e Jezus. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Ne dëgjuam dëshminë e krenarit dhe të Denizës edhe ku bazohen ato? Bazohen te identiteti që ne kemi në Krishtin. Zoti na pranon ashtu siç jemi, por nuk na lë ashtu siç jemi. Thoni njëri tjetrit, Zoti të pranon ashtu siç je, por nuk të lë ashtu siç je. Zoti të transformon. Lavdi Zotit. Sot unë do të flas për një temë që është një temë shumë e bukur, që quhet Kristofania, ose shfaqja e Krishtit. Të martën ne jemi lutur Zotit me zjarr, edhe po thuaj se kjo anë këtë ishte plot, edhe falenderoj Zotin për këtë, po dua që të gjithë që jemi sot jemi të martën, që të lutemi dhe të kërkojmë që Krishti të shfaqet, sepse ai do të shfaqet. Nëse ne e kërkojmë, nëse ne adhurojmë, nëse ne i lutemi, ai do të shfaqet. Zoti nuk luan ku ka fshehti me ty. Thoj njëri tjetrit, Zoti nuk luan ku ka fshehti me ty. Në qoftë se ti e kërkon, ai do të shfaqet. Thoj njëri tjetrit. Kërkoje Zotin sot. Dhe bëu gati që ai të shfaqet në ty. Zoti ka caktuar disa vende specifike ku ti do të bekohesh. Por duhet që të jesh i ndjeshëm ndaj asaj që fryma e Zotit flet brenda teje. Dëgjoni Zotin, çfarë Zoti po ju flet juve sot dhe në vazhdim. Prandaj është e nevojshme që ne të ulemi si Maria të dëgjojmë fjalën e Zotit. Nëse ti do që të kesh një jetë plot me bekim, një jetë plot me gëzim, duhet që të besosh fjalën e Zotit, ta dëgjosh së pari, ta besosh dhe pastaj ta shpallësh. Kush shpall fjalën e Zotit do filloj të korri frutet e fjalës që ka shpallur. Prandaj këto që ne themi unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar, kanë dalë nga shkrimi i shenjtë. Edhe Zoti do të urdhëroj hapat e tu. Thuaj bashkë me mua sot, Zoti do të urdhëroj hapat e mi. Ai po më çon mua në një vend ku unë do marr promovim dhe unë do kem lidhje hyjnore. Ai do të vazhdoj të më udhëheq mua në vendin e bekimit, në vendin e paqes dhe në vendin e oazit të tij. Unë do të rifreskohem dhe unë do marr forca të reja dhe unë do ngrihem lart dhe do ec në nivele të reja. Në emrin e Jezus. Amen. Që të përjetojmë këto gjëra që po themi, duhet që të jemi në vendin e dur. Ku është vendi i dur? Kisha e Zotit është vendi i dur. Ne do të jemi në vendin që Zoti na ka caktuar të jemi. Gjej vendin tënd në shoqëri
Dhe gjej vendin tënd në kishën e Zotit. Thoni njëri tjetër, gjej vendin tënd në shoqëri. Dhe gjej vendin tënd në kishën e Zotit. Sepse plani i Zotit është i mirë për ty. Dhe ai do të realizohet. Prandaj, qëndroj fort në Zotin. Tani do ketë njerëz xheloz vërtet teje. Do të ketë tradhtira. Do ketë situata që duken të padrejta. Rregull? Por, nëse ti qëndron në fjalën e Zotit, asnjë gjë nuk ka për të bërë ty. Prandaj le të qëndrojmë në fjalën e Zotit. Sot ne besojmë, edhe unë besoj që fryma e Zotit më drejtoi te kjo temë, të flas për shfaqjen e Krishtit. Prandaj bëu gati që Jezu Krishti të shfaqet në jetën tënde personale, në mendjen tënde, të shfaqet edhe në familjen tënde. Shumë njerëz, madje edhe religione të ndryshme, ose fe, mendojnë se Jezusi u shfaq vetëm në dhjatën e re. Po kjo është gabim dhe nuk është e vërtetë, është një gënjeshtër e madhe. Bibla e shenjtë na mëson se ai u shfaq që nga fillimi, gjatë gjithë dhjatës së vjetër dhe deri në dhjatën e re. Dhe ai vazhdon të shfaqet sot e kësaj dite. Ai nuk ka përfunduar së shfaquri. Ai u shfaq pas ringjalljes dhe qëndroi 40 ditë me apostujt. Ai u shfaq te veprat e apostujve, së pari Stefanit. Stefani e pa atë. Stefani tha, unë shikoj atin dhe Jezusin që qëndronte në këmbë përpara fronit. Dhe gjithashtu ai u shfaq Palit në rrugën për në Damask. Kjo e bëri që Pali të kthej dhe të bëj besimtar. Pse? Se Pali kishte marrë shpatën në dorë, kishte marrë letrat për të përndjekur të krishterët dhe i vriste. Po ndërsa po ecte, një dritë e fuqishme ju shfaq Palit dhe ai tha, unë jam Jezusi që ti po përndjek. Nëse ti vret besimtarët e mi, fëmijët e mi, më ke vrarë mua. Dhe Pali aty u kthye dhe u transformua. Ai vazhdon të shfaqet në mënyra dhe në forma të ndryshme sot e kësaj dite. Ne kemi dëgjuar plot dëshmi që shumë njerëz në Iran kanë parë në ëndër, kanë parë në vegime Jezusin. Nëse dikujt i shfaqet një burr me rroba të bardha me fytyrë të ndritshme, ai është Jezusi, nuk është asnjë profet tjetër. Është Jezu Krishti. Ku janë shfaqjet e Krishtit? Ku janë në Bibël? Që në fillim, në krijim, ai shfaqet si krijuesi. Dhe te Zanafilla kapitulli 1 vargjet 1 deri në 3 fjala e Zotit thotë, në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Kur? Në fillim, le të themi gjithë. Në fillim. Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Pra, Jezusi është shfaqur që në fillim. Toka ishte pa trajt, e zbrazët, dhe errësira mbulonte sipërfaqen e unerës, dhe fryma e Perëndis fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Por deri këtu ishte vetëm Zoti. Deri këtu është vetëm fryma e shenjtë që është duke lëvizur, duke fluturuar mbi sipërfaqen e ujrave që ishin pa formë, që ishin bosh dhe që ishin të errta. Bibla thot, pastaj Perëndia tha, foli. Perëndia foli. Thoni njëri tjetrit, Perëndia foli. Thoni njëri tjetrit, Perëndia foli. Perëndia flet sot. Ai po më flet mua dhe ty. U bë dritë. Dhe do të bëhet dritë. Sepse u bë dritë. Haleluja. Dhe toka mori formë dhe errësira u zhduk. Tani çfarë duhet të mësojmë nga kjo? Duhet të mësojmë të gjë që nëse jeta jote është pa formë, nëse jeta jote duket bosh, nëse jeta jote duket si në uner dhe ti e di, ka shumë njerëz që thonë e di që është një perëndi diku atje lart. Ti e di,
është vërtet, fryma e shenjtë është duke lëvizur, por ai po pret diçka në jetën tënde. Çfarë? Po pret të flitet kush? Të flitet fjala e Zotit. Në Zanafill ishte Arti Perëndi që foli dhe ky është Jezusi. Fjala është Jezusi, Jezusi është fjala e Perëndisë. Sot ai pret që ti dhe unë të flasim fjalën e Zotit, dhe kur ti dhe unë flasim fjalën e Zotit, fuqia e ringjalljes që ngjalli Krishtin prej së vdekuris vepron në jetën tonë. Dhe jeta jonë mbushet me dritë, mbushet me shërim, mbushet me bekim, mbushet me çlirim. Prandaj ç'a pret? Hape gojën dhe fillo të rrëfesh fjalën e Zotit. Regjina hapi takimin edhe shpalli fjalën e Zotit, Psalmi 91. Vazhdo ta shpallësh, vazhdoni ta shpallni. Gjeni një fjalë nga Bibla dhe shpalleni. Duhet të kërcejmë nga vendi kur ne dëgjojmë fjalën e Zotit. Kjo është ajo që ne të ulemi te këmbët e Jezusit. Ne dëgjojmë dhe shpallim fjalën e Zotit. Jezusi ishte fjala e Perëndisë. Ai ishte drita që ndriçon në mes të errësirës, kur dielli nuk ishte krijuar akoma. Ky ishte Jezu Krishti. Gjoni 1, kapitulli 1, vargu 1 deri në 5, fjala e Zotit thot, në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndisë dhe fjala ishte Perëndi. Ai fjala ishte në fillim me Perëndin, me Atin dhe me Frymën e Shenjtë. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij. Të kujt? Të fjalës. Dhe pa atë nuk u bë asgjë nga ato që u bën. Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita shkëlqen errësirë, por errësira nuk e kuptoi. Pse njerëzit nuk e kuptojnë dhe tani kanë shpikur fe të reja, nuk është faji i Zotit. Ai është fjala, ai mbetet fjala, ai mbetet drita, ai mbetet jeta në përjetësi, në jetë të jetëve. Nëse ti do fjalë, nëse ti do dritë, nëse ti do jetë në jetën tënde, atëherë duhet i drejtohesh kujt? Fjalës. Dhe kush është fjala? Është Jezu Krishti. Për shkak se njerëzit nuk e kuptojnë, nuk e pranojnë, nuk i besojnë dhe as nuk duan të shërbejnë, kjo nuk do të thotë se fjala nuk është shfaqur. Nëse ti jo të sot këtu, ty po të shfaqet fjala. Ti ke zgjedhjen tënde sepse Zoti e krijoi njeriu në vullnet të lirë, të besoj ose të mos besoj. Prandaj sot unë duhet të them, besoni fjalën e Perëndisë. Merreni fjalën e Perëndisë në zemrën tuaj, në mendjen tuaj dhe në gojën tuaj. Fjala e Zotit nuk duhet të ndahet nga goja jonë. Gjëja e dytë që duhet mësojmë dhe duhet të kuptojmë sot për shfaqjen e Jezusit ndodhet tek Zanafilla prap, kapitulli 3, vargu 15. Përmes rënies së Adamit dhe Evës në mëkat, Perëndia mallkoi gjarprin dhe çfarë i thot? Fara e gruas do të shtypi kokën tënde. Biologjikisht gruaja nuk ka farë. Ata që janë me shkollë të lartë, me universitet, le të ma thonë, ka apo s'ka? Nuk ka. Por kjo ishte një dëshmi që fryma e shenjtë bashkë me Atin do punoni në barkun e Marijës dhe fjala do të merrte një trajt trupore që është Jezu Krishti. Ungjilli i Gjonit, kapitulli 1, vargu 14, fjala e Perëndisë na thot se ai banoi ndër ne dhe ne sot ditëm lavdinë e të vetëm lindur prej Atit. Dhe ai kishte një qëllim. Cili ishte qëllimi? Të shtypte kokën e gjarprit. Gjarpri është Satani. Si e shtypi Jezusi kokën e Satanit, të gjarprit? Kur ai shkoi në kryq, vdiq, mbas 3 ditësh u ringjall dhe shkoi në qiell. Dhe ai mori autoritetin. Koka ka të bëjë me autoritetin. Ecën dot ndonjë njeri pa kokë? Nuk ecën. Jezusi ka shtypur kokën e gjarprit. Dhe kur Jezusi ka shtypur kokën e gjarprit, çdo gjë që ai e bëri për ty dhe për mua, ti e ke shtypur kokën e gjarprit. Prandaj ti sot mund të thuash, unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Le ta themi të gjithë. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Dhe djalli është poshtë shkave të mia.
unë jam fitimtar në emrin Jezus. Sepse Krishti është shfaqur. Zanafillë 3:15 është një profeci që paralajmëron çfarë do ndodhte në kryq. Shfaqja e tretë të Zanafillë është angjëlli i Zotit thuhet. Në disa raste te Zanafilla ose në Bibël ne gjejmë të term që thot angjëlli i Zotit. Ai flet sikur të ishte vetë Perëndia. Ai foli me Agarin. Agari ishte shërbëtorja që Abrahami dhe Sara dëbuan nga shtëpia dhe në mes të shkretëtirës ata kërkuan Zotin edhe Zoti tha Elroi, unë jam Zoti që shikon dhe i siguroi ujë atyre që mos të vdisnin. Gjithashtu Zoti foli me Abrahamin dhe këto janë shfaqje të mishërimit të Krishtit që quhet Kristofani në greqisht. Zanafilla 18 takimi i Abrahamit me 3 angjëj. Çfarë ndodhi? Abrahami i parë që ata erdhën për vizit dhe ishte ulur pranë listave të Mamreut. Ai pa 3 burra që qëndronin përpara tij, ai mikpriti dhe u dha ujë për të larë këmbët, bukë edhe mish. Por njëri prej tyre ndaloi dhe i foli sikur të ishte vetë Zoti dhe premtoi se Sara do të linte një birë. Dhe më pas ai thot që a ka diçka te vargu 18 ai thot, a ka diçka të fshet që unë nuk do t'ja tregoj Abrahamit? Kishte një miqësi ndërmjet Perëndis dhe Abrahamit, ndërmjet Jezusit. Ky ishte Jezu Krishti. Por për shkak se njerëzit në dhjetën e vjetër nuk dinin se si ta thoshin, sepse akoma nuk ishte shfaqur, ata thanë angjëlli i Zotit, por në fakt ishte vetë Zoti, ishte Jezusi. Dhe Zoti do të takohet me ty. Zoti sot nuk takohet me ty te lisat e Mamreut. Zoti nuk takohet me ty në kishën e Laçit. Zoti nuk takohet ty në mal të Tomorit. Zoti takohet ty me një vend të shenjtë. Kush është vendi më i shenjtë? Zemra jote dhe zemra ime. Aty dëshiron që Zoti të ulet, të vi dhe të haj darkë bashkë me ty. Te zbulesa Jezusi thot, unë qëndroj te porta dhe ç'a bëj? Trokas. Kushdo që hap derën, unë do hyj dhe do haj darkë bashkë me të. Nëse ti hap derën e zemrës, Jezusi do hyj dhe do shfaqet në jetën tënde. Rasti 4 është te Zanafilla kapitulli 14, kur Melkisedeku përballet me Abrahamin. Ai quhej mbreti i Salemit dhe është një person pa fillim dhe pa fund. Nuk ka lindje dhe nuk ka as vdekje. Dhe ai ngjan Perëndis shumë të lartë. Ai e bekon Abrahamin dhe i jep çfarë? Bukë edhe verë. Kur ne lexojmë bukë dhe verë, ku na shkon mendja më një herë? Na shkon mendja një natë para se sa Jezusi të vdiste. Natën që u tradhtua. Çfarë bëri? Ai mori bukën dhe verën dhe tha, ky është trupi im dhe ky është gjaku im. Për shkak të trupit të tij, ai u shkatrua që ne të restaurohemi. Për shkak të gjakut të tij, ai e derdhi gjakun që ne të falemi, që mëkati ynë të lahet. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë këto shfaqje të Jezusit. Dhe kjo simbolizon gjakun e Jezusit. Në dhjetën e re, sidomos në letra drejtuar hebrejve, ne flasim për Melkisedekun dhe ai paraqitet si figurë e Krishtit. Si çfarë? Si një prift i përjetshëm. Çfarë bënte kryeprifti? Kryeprifti një herë në vit do shkonte në tempull dhe do të çonte sakrificën për të falur mëkatet tona. Por Biblia thotë që çdo kryeprift ishte vetë mëkatar. Prandaj ne sot nuk puthim dorën e priftit. Pse? Sepse është vetë mëkatar. Prifti ka vetë për nevojë që të lutet Zotit për falje. Pastori, unë kam nevojë i pari që të lutem Zotit më fal mua. Ne duhet i lutemi Zotit Jezus. Ai është kryeprifti jon. Ai është prifti i përjetshëm, është drejtuesi ynë i përjetshëm.
Shfaqja e 5 është flijimi i Isakut, Zanafilla kapitulli 22, historia e Abrahamit që Zoti kërkon birin e vetëm që ta sakrifikojë. Isaku si flijim është një figurë e Jezusit. Isaku ishte bir i dashurisë. Jezusi është bir i dashurisë. Sepse Perëndia është shumë e ndeshi botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur që kushdo që beson në të nuk do humbas, por do ketë jetën e përjetshme në Jezu Krishtin Zotin tonë. Haleluja. Prandaj vajim dhe motra ime duhet të kuptojmë që gjaku i Isakut nuk ishte i vlefshëm. Zoti po bënte këtë thjesht që ne që ta lexojmë ta kuptojmë, shiko, ka qenë që atëre. Çfarë mbante Isaku? Isaku mbante drut për flijim. Jezusi çfarë mbajti? Mbajti kryqin. Nuk ishte pe beton, ishte pe druri. Perëndia siguroi një dash në vend të Isakut. Gjon Pakzori kur e pa Jezusin tha, ja qengji i Perëndis, që heq mëkatin e botës. Shfaqja, nëse ti nuk arrin të kërkosh Zotin, ta lexosh Biblën, nuk mund të shfaqet që ai është qengji i Perëndis që heq mëkatin tënd. Kjo shihet si një paralajmërim i sakrificës së Krishtit. Isaku është shfaqja e Jezu Krishtit. Çfarë do ndodhte me Jezusin shumë kohë më mbrapa. Një figurë tjetër është Jozefi. Ai është shfaqje e Jezusit. Ai ishte biri i Jakobit, u tradhtua nga vëllezërit e tij, u shit për argjend. Me sa sikla argjendi tradhtoi Juda Jezusin? Dhe ai vuajti padrejtisht, Jozefi s'kishte bërë asnjë faj ndaj vëllezërve të tij. Jezusi vuajti padrejtisht. U bë shpëtimtar për familjen e tij. Pra, vajti në Pus, nga Pusi shkoi në Burg, nga Burgu u bë administratori i Egjiptit, numri 2 i Egjiptit, dhe shpëtoi gjithë popullin e tij, gjithë familjen e tij. Jezusi u tradhtua, u shit, u keqtrajtua, u vra, u kryqëzua, derdhi gjakun e tij për të shpëtuar gjithë botën. Nga kryqi Jezusi ka parë të gjitha brezat e njerëzimit, më pa mua dhe ty, që nëse ne do besonim tek ai, ne do shpëtoheshim. Dhe ky ishte misioni i Jezu Krishtit, shpëtimi i gjithë botës. Diçka që më ka prekur kur isha duke lexuar dhe kam rreth 2 javë që e bluaj këtë gjë në vete dhe këtu e nisa pse do të flas për këtë predikim, është ylli i Jakobit, profecia e Balamit dhe Balakut. Balaku ishte një mbret që kërkoi të mallkonte popullin e Izraelit dhe e pagoi Balamin. Balami ishte një profet që u thirr për të mallkuar Izraelin, por Perëndia e detyroi disa herë që ta bekoj. Dhe këtu del ajo Isaia 54:17 që njerëzit mund të ngrihen kundër teje për të mallkuar ty, por Zoti do ta marrë mallkimin dhe do ta kthejë në bekim. Pra në qoftë se ti ke një situatë të vështirë, në qoftë se djalli ka nisur shigjeta kundra teje, sot ti do thuash është dita e kthesës, Zoti do ta kthejë në bekimin tim. Sepse çdo gjë, çdo fjalë, çdo mallkim që është hedhur mbi ty, nëse ti shpall gjakun e Jezusit, nëse ti thua unë jam i mbuluar nga gjaku i Jezusit, atëherë fuqia e Jezu Krishtit vjen dhe e kthen atë në favorin tënd, e kthen për mirë. Zoti mund t'i kthejë dhe njerëzit që janë nisur për të sulmuar ty. Këta dy njerëz që nisur për të sulmuar popullin e Izraelit. Dhe Zoti çfarë bëri? I mori dhe i kthei për t'i mbështetur. Çfarë tha Balami? Balami tha, e shoh, por jo tani. E sodis, po jo nga afër. To e fjalë shumë domethënëse. Pse? Ai pa çfarë pa ai? Ai pa Jezusin. E shoh, ai e pa Jezusin 1700 vite larg. Çfarë do bënte Jezusi? Dhe ai tha, e sodis. Pse
pse Esodisi? Sepse ai tha, ky do vi do na shpëtoj, ky do thyj prangat e mëkatit, ky do bëj që bekimi të rrjedhi. Por jo afër. Pse? Se nuk ishte për atë. Për kë ishte? Ishte për ty dhe për mua. Të gjithë profetët deri te Jezusi, ata shikonin Jezusin nga larg. Prandaj mos ëndërroa dhe mos thuaj sikur të isha unë në kohën e tyre. Sepse mund të ishe ai që e besonte, po mund të ishte ai që e mallkonte. Dhe nëse jetë sot, je i privilegjuar. Ne jetojmë në epokën që ne mund të shijojmë. Esodis do thot e shijon. A e ke shijuar mirësinë e Zotit? A e ke shijuar shfaqjen e Krishtit në jetën tënde? Nëse jo, ç'a pret? Merre Biblën dhe lexoje. Nëse jo, shko ulu në gjunjë dhe thuaj Zot, mu shfaq në jetën time. Unë duhet të shoh ty. Hapi sytë e mi, hapi sytë e zemrës, zgjeroje zemrën time. Zemra jonë shpesh ngurtësohet. Bibla thot që zemra sëmuret. Pse? Kur shikojmë rrethanat, kur shikojmë simptomat, kur shikojmë njerëzit, kur dëgjojmë çfarë ndodh vërdall, ku është Zoti? Mos beso këto gjëra. Beso Zotin në mes Biblës. Romakët 10:17 thot besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Perëndis. Kush beson në zemër dhe rrëfen me gojë, ai është i shpëtuar, ai është i bekuar, ai është çliruar, ai është i begatuar. Në mes të Covidit Zoti na dha jetë, në mes të vështirësive Zoti na jep bekim, në mes të errësirës Zoti na jep trik. Nuk duhet t'ja di se çka ka vërdall me je, duhet t'ja di se kush është me mua. Ylli i Jakobit është simbol i mbretit hyjnor. Dhe duke lexuar këtë profeci, dietarët pan yllin, që ishte një yll i veçantë, dhe e ndoqën dhe kujçoi tek Jezusi. Skeptri që flitet në këto vargje është shenjë e autoritetit dhe drejtimit mbretëror. Skeptri i drejtësisë, i pushtetit, i autoritetit, i sundimit i jepet mbretit. Çfarë tha Gjoni kur pa Jezusin te zbuleta? Ai është mbret mi mbret dhe Zot mi Zot. Kush janë mbretërit dhe kush janë ata që do të drejtojnë? Ai po flet për kishën e tij. Nuk po flet për mbretin e Anglisë. Ne do jemi mbretër, ne do të jemi priftër. Dhe Zoti ja ka dhënë kishës skeptrin e tij. Prandaj ai erdhi, prandaj ai bëri gjithë të rrugë nga qielli në tokë, nga toka në kryq, nga kryqi në varr, nga varri shkoi në ferr dhe u predikoi frymrave atje dhe çliroi ata që djalli kishte kapur rrop, dhe pastaj u ngrit prej së vdekurisht dhe pastaj shkoi në qiell. Në qiell ai paraqiti gjakun e tij si ofrim, shlyerje për mëkatin tim dhe mëkatin tënd. Dhe ky është një fakt që ti duhet të gëzohesh. Fitoria mbi armiqt. Kush janë armiqt? Ne e dim që në atë kohë ishte ky populli i Balamit që donte ta shkatronte popullin e Izraelit. Ishte Balaku. Por sot është mëkati, djalli dhe vdekja. Dhe kjo pjesë na mëson për shfaqjen e Jezusit si triumfator. Jezusi triumfoi. Ai tha, unë e munda botën. Tani, unë do jem me ju, deri kur? Deri sa t'i lartë në qiell? Jo, unë do jem me ju, deri të mbarin të kësaj epoke. Deri në fund, ai është me ty, ti nuk je vetëm. Gjithë autoriteti, gjithë pushteti, kujt ju dha? Më është dhënë mua. Prandaj ti duhet ta ushtrosh autoritetin që Zoti të ka dhënë ty. Letra drejtuar Efesianëve na mëson që gjithë këtë gjë ai na e ka dhënë ne. Dhe Bibla thot, skeptri i Judës nuk do të largohet kur. Tu po flet për birin e Jakobit, jo Judën që të rrethoi. Zalafilla 49:10.
autoriteti që Zoti ka dhënë kishës nuk do largohet kur. Ne duhet ta ushtrojmë autoritetin. Si e bëjmë këtë gjë? Duke besuar në zemrën tonë dhe duke shpallur me gojën tonë. Ti do të korrësh frutet e rrëfimit tënd. Shumë njerëz flasin fjalë negative që unë s'do t'i them fare. Mos fol më negativ, pusho. Mund të ndodhi diçka e keqe në mëngjes. Mundet që dikush mund të flasë keq. Mundet që të vijë një mesazh negativ. Mundet që të takosh një person negativ. Po kjo nuk do të vijë ty gjithë ditën. Sa po të ndodhi kjo, ti duhet të thuash Zot, shfaqu në jetën time. Ti duhet të filluash të shpallësh, unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar, kam sukses në emër të Jezusit, kam fitore në emër të Jezusit. Ti duhet të lutesh Zot, shfaqu në familjen time, ndodh një konflikt në familje, po kjo nuk duhet të vjedhë ty gjithë ditën të rini të mërzitur me njëri tjetrin. Jo. Djalli do që ju të jeni tërë ditën, të flini në mërzitje dhe pastaj të zjeni prapë ditën tjetër, më keq nga çuzut ditën e parë. Nuk të ka dhënë dikush ty që të shikosh gjitha defektet e familjes tënde, nuk të ka dhënë Zoti këtë punë. Zoti të ka dhënë ty autoritet të shpallësh fjalën e tij, të shpallësh fitoren e tij. Prandaj sot le të çohemi. Dhe le të kërkojmë Zotit, Zot, shfaqu në jetën time. Le të çohemi të gjithë në kam. Shpallni pas meje. Zot Jezus, unë të falenderoj që ti je fjala e Perëndis, që ti je drita që mposhtë errësirën. Ti je autori i jetës. Frymëshënd unë të falenderoj që ti po lëviz në jetën time dhe ti po pret një fjalë dhe unë shpall dritë në emër të Jezusit. Unë shpall se kam forën në emër të Krishtit. Unë shpall se jam plot me prezencën e Zotit. Dhe fuqia e jetës e mposht dhe e bën të heshti zërin e vdekjes. Ai e mundi mëkatin, ai e mundi djallin, dhe gjaku i tij është derdhur në jetën time. Në gjakun e Jezusit, unë kam fitore, kam autoritet, kam sukses, kam vlera, kam falje. Unë jam i falur në emër të Jezusit. Dhe jam i restauruar. Zot Jezus, mi hap syt, më hap mendjen, më hap zemrën, që unë të shoh shfaqjen tënde. Shfaqju Zot sot në jetën time. Shfaqju në kishën time. Shfaqju në punën time. Shfaqju në familjen time, Zot. Shfaqju të antarët e familjes time. Të gruaja, të burri, të fëmijët e mi, të vëllezërit, të motrat e mi, të kushërinjt, të gjithë fisi im. Shfaqju dhe merr lavdi. Në emrin e Jezusit. Shfaqju në Alidem. Shfaqju mbi Tiranë dhe shfaqju mbi Shqipëri, Zot. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Haleluja. Lavdi Zot.